Hey, përshëndetje, mirë se erdhët në kanalin tim, si që shikoni dhe nga titrat që sot do kemi një videon më emocionuse, jo më emocionuse se më përdalë të pëtëm video më emocionuse, kjo dhe video më emocionuse, por vërtet sot po më plas zemra vendit, kam shumë emocione, edhe jam zbukruar që sot mos të dilja aq keq sepse kam një katërnet pa gjumë me shumë dhimbje. Edhe do bëjmë së bashku çantën e martenitetit. Shpresoj mos të kem harruar ndonjë gjë. Nëse unë kam harruar ndonjë gjë, ma shkroni në koment. Shpresoj deri atëherë mos të kem lindur. Edhe sot jam 33 e 6 ditë javshë, nuk e di do me thënë, aq shumë emocione kam, sa që nuk po di më se çfarë po flas. Edhe tani do fillojmë. Jam shumë emocionuar, doa vetëm të qaj. Nuk e di pse. Por nuk e di do me thënë se çfarë do se çfarë do vesh, se si do t'i organizoj unë këto gjëra, nuk e di. Kam parë gjitha ato video kot që i kam parë, sepse nuk e di do me thënë se si do t'i sërish prapë se si do t'i organizoj. Unë kam marrë këto çantat kështu për të vendosur rrobat edhe gjërat, edhe shikoni dhe barkun që është super rritur, po e largoj pa kamerën që të dukem më mirë, ja. Jemi rritur shumë tani. Edhe kam këto organizueset, kështu, por tani nuk e di, do me thënë si çfarë do vesh për herë të parë, sepse nuk e di, a do mi kërkojnë atje veshin e parë, apo dy t'i marrë vetë, nuk e di, nuk e kam iden. Edhe po mendoj që për herë të parë të vesh këtë fustanin kështu, nuk do t'a hap, do me thonë se e kam hekurosur dhe do mi i dëm kot. Edhe këtu do fus një palë çorape, se dish më rang të tjerat, një palë sutjena gjithënje, këto nuk e di, këto getat do t'i vesh do me thënë direkt pasi të lind, apo do t'i vesh më vonë, nuk e di se si funksionon, por po i lë një herë tek veshja e dytë që ta shoh. Edhe një palë mbathje, çfarë më duhet tjetër? Mendoj se këto janë okay për veshjen e parë. Edhe marrim një çantë organizuese, edhe i fusim këtu. Tani nuk di se si t'i lë këto. Nuk e di se kam ka shumë emocione sot. Nuk e di a keni pasur dhe ju ka shumë emocione sa mua, apo jam unë tip i tillë emocional. Atëherë i kemi këtu. Më shikoni. Një palë çorape. Edhe fustani. Duhet të fusja edhe një kështu bibilin, por nuk e di, ti marrë bibilina, do me thënë ti vendos të gjitha në një vend, apo ti vendos kështu një nga një, nuk e di. Njëjtë se po e marrë një herë
ta vendos këtu se sot forta jam. O zoti ma. Priti shumë njërë se si janë. Sot e shëmtuara, nuk e di se si do t'i mbaj këta. Njëse, i pusim këtu. Kjo është veshja e parë. Shpresoj mos të kem harruar ndonjë gjë. Dhe ja, e paketove veshjen e parë. E fusim tek vendosa të marr këtë çantën për vete. Jo atë me arush që ju kam treguar më përpara, për arsye sepse kjo mban më shumë për mua. Atëherë këtu do ta lëv këtu që ta kem direkt në fillim të çantës, mos ta kem në fund. Dhe tjetër, vazhdoj me veshjen e dytë. Nuk e di domethënë do jetë kjo veshja e dytë apo jo, por do shoh atje në spital, se si do jem, si do jetë gjendja, si do jetë çdo gjë. Edhe këtu do t'i bëj kështu gati. Këto geta do t'i vendos te kjo veshja e dytë, ta mbaj mend domethënë se ku i kam vendosur. Edhe këtu kemi sërish një fustan. Edhe këtu një palë mbasje. Sërish edhe këtu një bibilin. Edhe një palë recipeta. Një më duhet edhe një kështu tjetër, Këto vin kanë në këto një reakcion, idea se ishin të tëra kështu me zinxhir, nuk e di ku do t'i marri kjo. Po e shoh nëse i mirë apo jo. Është edhe kjo, po kjo është shumë e madhe. Dhe mendoj që këtu do vendos të gjitha bibilinat. Ja po e provojmë një herë. Ose po i vendos më mirë të gjitha bibilinat tek ajo çanta që ju thash. Edhe jam okay. Nuk e di apo më shikoni mirë se edhe syt po më bëjnë me xixa. Nuk po shumë mirë. Atëherë, unë për veshjen e fundit që do dalë nga spitali, veshjen e fundit. Veshjen që do dalë nga spitali nuk e kam menduar ende, për arsye sepse këtë nuk e di do ta marr apo jo, jam me dy mendje. Por më mirë nuk po e marr. Apo ta marr, nuk di dhe unë çfarë të bëj. Ta marr apo jo. Sepse duhet që të marr 2 palë bizhame që t'i kem. Atëherë po marr këto bizhame që kam kështu me arusha. Po marr edhe këto qeset me vakum që kam marr për babyn, sepse këto të tjerat nuk mi merr. Edhe të shoh nëse ka masa XL. Okej, shleja besoj do na vej mirë. Kam shumë marrje mëndësh. Shumë. Edhe prandaj jam kështu të mërzitur. Plus 4 net pa gjumë. 4 net pa gjumë. Edhe normale, dhe gjumë i bën të vetë. Kjo këtu i merë. Edhe këtu po të njëjta gjëra do të fusë, më të një kalbati edhe një kalë sutjene. Për i vendos kështu që aty në spital të kemë më praktike për të marrë. Jo të merrem, do me thonë që
edhe çorape. Më duket tek veshja e dytë, më duket nuk vendosa çorape. Po e shoh një herë. Okej, veshja e dytë. E tretë në fakt, jo e dyta. Edhe duhet të marrë edhe këto bijamet e bardha, se si dihet mund na duhen. Ka marrë 4 veshje gjithsej. Shpresoj mos të jetë sot në spital, se unë i ka marrë 2 të holla. Unë i ka marrë domethënë shumë të trasha. Shpresoj mos të kemi ftohtë. Sërish këtu edhe një palë çorape dhe një palë bazje. Këto. Veshjet u bën gati. Dhe tani vazhdojmë organizojmë. Kam marrë dhe një palë çorape të trasha, se kam dëgjuar që basë lindjes më falni, kjo është shumë ftohtë. Tani nuk e di është e vërtet që është ftohtë, mund të kenë disa persona që kanë ftohtë, disa mund të kenë vakë, por varet domethënë, nuk e di se si do jetë. Do marrë edhe këtë pellushin këtu me vete, por do të rroj në fund. Tani do vendos këtu do vendos larsin e fytyrës. Unë përdor këto nga Uriazh, nuk e di po ju a kanë thënë. Por kremi diellit të Uriazh nuk më pëlqen fare. Larsi dhe hidratuesi është super i mirë, por këta vendosëm këto tani. Po e mbaj kështu. Por domethënë kremi diellit nuk më pëlqen fare. Nuk më bësh shumë plot se s'kam që dua, se nuk besoj të rri shumë, maksimumi 3 ditë, 4 ditë, nuk e di, inshallah, shkon çdo gjë mbar, se asnjëherë nuk dihet. Atëherë, këtu vendosëm larsin e fytyrës, edhe kam marrë këtë portofolin kështu organizues, që t'i vendos këtu të gjitha çfarë më duhen. Larsi i fytyrës, kremi për barkun, këtë e kam hedhë këtu sepse nuk e mbaj mend se për çfarë doja. Unë përdor këtë nga Rila Stil edhe më super pëlqen. Jam ndier shumë mirë me këtë. Deri tani nuk kam stria. Më vonë nuk e di. Deri tani unë po them për tani që nuk kam. Ky është drejt fundit. Apo të marr vaj, se përdor edhe vaj, përdor edhe krem. I përdor këto dyja. Ngeci më mirë për marrë edhe vajin, kjo ka shumë pak. Këto nuk do shkam të rrinë aty. Atëherë kishim këtu, do vendos këto që më dojmë për fytyrën. Kam harruar pa marrë këtu tani kremin e diellit dhe hidratuesin. Nuk e di çfarë do bëj, ta marr kremin e diellit apo jo. Por duhet. Do ta marr, jo duhet, do ta marr. Këtu kemi një alkool. Raha që e kisha lënë zinxhirin hapur këtu. Kemi alkool për duart. Sërish një alkool, po këtë do ta përdor për në tualet. Çfarë kemi tjetër për në tualet? Kemi edhe këto. Janë dhe këto për në tualet që hidhen tek WC-ja. Dhe vjen kështu. Ja, do më thënë të tregoj. Këto do t'i marrë të gjitha sepse duhen.
sërish do t'i vendos këtu. Tjetër e hiqim këtu, ama jo, kjo mbaroj. Dhe tjetër kemi këto sërish për në tualet që vendosen tek WC-ja, lart, i vendos këto për mos të kapur kontakt direkt me WC-n. Ja janë kështu, vjen në këtë formë. Nuk duhet që t'i hap që t'i kem për në spital. Edhe këto sërish t'i vendosim këto. Ishte mirë që këta alkoholin ta kisha lënë kështu më vete unë, se nuk do të bëj dot. Ose apo e vendos këtu lart. Se këto të banjës, domethënë që do vetëm banjë duhet që t'i kem gjitha aty. Kemi sërish një pastë dhëmësh. Edhe këto do t'a lë këtu afër me këto të tjerat. Kjo çanta kështu që ka super e mirë sepse i organizon shumë mirë gjërat. Kemi dhe një furçë dhëmbësh. Nuk e hap dot. Mua thjesht më bie shumë ky tensioni. Edhe më bëhet, domethënë, më kap komplet anën e majt, nuk e di pse më kap gjithmonë anën e majt. Është një, nuk e di çfarë është, por më kap gjithmonë anën e majt që më mpihet këmba, edhe më bëhet e zezë komplet. Vetëm domethënë pjesa e gishtrinjve dhe pjesa lart, domethënë. Atëherë futem edhe këtu tek pasta e dhëmbëve. Dhe aty do fus edhe kryesët e veshit, sepse unë nuk rri dot pa kryes e veshi. Do thënë ju pas këtë çmendur. Atëherë këto besoj na duhen për në tualet. Dhe këtu do vendosja larsin. Nuk e pashim zonër apo jo. Kremin e varkut. Tjetër. Këtu duhet kisha futur edhe të çfarë quhet krërin, por ose këtu do të fus të gjitha tek çanta që do marr kështu për make-up. Make-up, do marr një make-up që di, por një big se harrova. Tjetër kemi kufjet. Kemi këto detergjentin për duart. Edhe këtë do të hedh në një kontenitor. Kemi edhe këtë antidetergjent. Edhe këtu do ta vendos këtu. Këtë më mirë po e heq. Atëherë kam një deodorant, po është pa aromë. Këshillohen që të merren pa aromë që mos të ndjej baby erën e parfumit, por të ndjej aromën e nënës. Po më hap detyri. Atëherë tani më duhet që të vendos këtë në një, si thonë, në një kontenitor. Ku i lash? Ja. Po e vendos të ky këtu që ta kem me shtypje. Ta kem edhe praktik për të sforcuar. Jo, rrisni, se harrova. Do hedh më mirë shamponin time këtu që ta kem më praktike. Se deshe e harrova. Këtë përmbush plot që ta kem, se si djetë. Këtë çanta kështu që më ka super e mirë. Atëherë po i lash këtë që mbyll. Se po i lash kështu kam frik më të derë dhe ja kështu. Okej, dhe tani nuk sprëcon. Dhe këtë e vendosim
këtu. Ju nuk po më shikoni mirë, por jam që si largë aty. Jo, pas kam edhe një kështu tjetër këtu, ta një pash. Edhe një shumë një kësa e mirë është kjo çanta. I vendos të gjitha. Edhe këtu tani do vendos gjelin e flokëve. Do thotë shtyp, do thonë jo për çfarë i merr gjelin e flokëve me vete. Nuk i di sepse flokët janë pak si të pabindur edhe ikin ca ndeca këtej. Më mirë t'i ke me vete. Atëherë na duhet një krahër për flokën. Këto nuk di ku ta vendos këtu apo nuk e di ku do ta vendos. Apo ta vendos tek çanta e që do marrë për make-upit. Atëherë do marrë një kështu krahër të vogël. Më duket këtu nuk e merr këtë. Apo e merr, shqyr. Tjetër që na duhet për në tualet, se këto janë pothuajse për gjitha për në tualet. Okej, mendoj se këto na duhen, nuk na duhen gjë tjetër. Tani po shikoj edhe ku kam lënë atë portofolin tjetër të vogël, nuk e di se ku e kam lënë. Që të vendos jo këtu, kam këtu të babit. Nuk po më kujtohet fare se ku e lash atë portofolin. Nuk e di. Kam edhe këtë çantën këtu të emergjensë. Do thoni ju, ti në spital do vesh. Po, në spital, por unë do që kem gjërat e mia. Do fustu termometer, do një okin, do një takiperin, do një likomplast, ta kem aty. Po kontrolloj pak për portofolin tjetër, se nuk e di ku e kam lënë. E kisha para syve dhe nuk e shikoja fare. Po, kur them fare. Atëherë këtu do vendos të alkoolin, do vendos të krahërin e vogël, dhe këtu tani do fus të alkool. Atëherë, unë e di që nuk lejo të marrë që të lyesh në spital, por do marrë këtë tintin që se mua buzët më rrinë super të thata, plus edhe më rrinë super bardha. E kam vetë buzët i kam shumë bardha dhe shumë keq. Atëherë do marrë një rimel, ta kem për foto mbase më duhet, kufje, 2 lapsa buzësh, një concealer dhe një furç që është kontur edhe blush. Edhe për çfarë e mora unë këtë kontur dhe blush? E mora për arsye sepse do vete pastaj tek Elona mbase, sepse kam porositur një gloss edhe një blush kontur, nuk më mend dhe highlighter, nuk më kujtohet, por edhe janë të treja në një set të vogël. Edhe duhet të shkoj që t'i marr atje. Dhe këto po i vendos këtu. Marruam edhe me këto. Okej, ja ku i kemi këtu. Nuk më mund të hodha këtë, jo më duket, në që kam përda. Ja. Këtë detergjentin për duar. Ka një aromë shumë të mirë. Edhe unë këto nuk po i shkruaj sepse këto i dallon, domethënë se çfarë janë. Edhe këto po e mbush plot që ta kem, si dihet, mbase harxoj, se unë i laj shumë shpesh duart, edhe prandaj si dihet duhen. Edhe këto sërish e mbyllim fort mirë. E vendosim këtu. Këtë çanta e vogël, kështu që ka një shpëtim, vërtet një shpëtim. Atëherë, po i heq këto gjërat që nuk duan më të rrinë, që mbaruam punë, sepse nuk ka dhe vend dhe ju nuk po më shihni mirë.
Edhe kemi tjetër, që kemi tjetër? Kemi këtë çantën e ndihmës shpejt dhe do vendos të termometër. Nuk e di se po ta kam lënë. Po vendos një brufen. Këtë çantën unë e mbaj gjithmonë me vete. Atëherë do fus edhe një ilaç për stomakun, sepse nuk i dihet se unë vuaj nga stomaku dhe nuk i dihet a kem. E di që nëse jep gjithë fëmijës, nuk duhet t'i pish këto. Me sa di unë, tani nuk e di. Po e lë për pak më vonë kështu që të fus atëherë. Kemi tjetër këtu. Kemi këto bibilinat që do t'i vendos këtu. Nuk e di apo më shikon më mirë. Nuk e di të më dali mua këto bibilina, që më duken shumë pak. Por edhe mbas më dali, nuk e di, të shohim. Bibilina këtu do fut edhe një palë letra të lagora. Do fus edhe këto petetat e tjera. Tjetër, çfarë do fusim këto? Çfarë të fus tjetër? Kam edhe këto pecetat që janë kështu për të pastruar në tualet, por janë shumë të vogla dhe do marr disa që janë më të mëdha, sepse këto nuk bëjnë punë. Jetë shumë dhe këto, po ma sarën njerëva që bjen. Okej. Ne kërkëm në këto. Atëherë, këtu po vendos edhe 2 peshqira të vegjël që t'i kem, nuk e di do më duhen, një e di që do më duhet për fytyra, por ta kem edhe një, se nuk i dihet. Unë do marrë dhe këto kartopecetat kështu. Tani këto unë nuk di si t'i vendos. Nuk e di sepse ato u hapën. Dhe ja i vendos në këtu të gjitha. Atëherë, ja po i kërkoja këto Likomplast tani dolën. Kur i kërkon është e vërtet ajo që nuk i gjen. Atëherë do marr edhe këto çoxhakiza, t'i kem. Dhe po i fus këtu brenda. Në fund po fus këto. Shpresoj të marrë këtë çanta tani. Se më duket sikur u ngushti shumë, por këto bibilinat më duhen se s'bën. Tjetër. Çfarë më duhet tjetër? Këtë po e mbyll. Këtu mendoj se i futën të gjitha. Ja po vëlla këtu nga afër që të ndërtoj në mirë. Është kjo çanta që ka super komode, shumë e mirë, dukesh një si kjo. Edhe ja, i fut këtu të gjitha. Tani nuk di se si do ta lidhëm këto. Më pengon dhe bardhë, po ajo pas ka 2. Mendoj se kishte një dhe është si do ta lidhëm këto tani. Dhe shkëm që kësa e mirë është, të mirë këtu e ke fut
janë të gjitha gjërat që më duhen për në banjo, dhe s'kam pse kur vetëm banjo, merr këtë, merr atë, merr domethënë komplet këtë çantën, si është edhe e fut, domethënë e merr me vetëm banjo. Edhe tani do ta fusim në çantë, prandaj tash e fusim. Edhe po e fus këtu. Atëherë, kemi tjetër. Këtu kishim dizanet. Më duket kjo nuk më mirë. Edhe këtu kishim veshjen e dytë. Këtu kemi veshjen e parë. Edhe veshjen e parë po e lë këtu. Mundësisht edhe ta shkruaj këtë se nuk i dihet asnjëherë. Ta kem për më kollaj. Edhe tek xhepat anësor do fus një palë çorape të trasha, një palë recipeta, tjetër që do fus te xhepa anësor, do fus këto. Më duhet edhe të më metri këtu. Këto po i fus te xhepat anësor, sepse ka dhënë tek xhepat anësor. Por ku do fus këto gjërat e tjera tani. Apo këto ta vendosim këtu. Po, këto po e vendos këtu më mirë. E mbyllim edhe këtë. I fusim këto. Tani është problemi që ku do fus këtë edhe këtë pompën e gjirit. Nuk e di do ta marr tani këto pompën e gjirit apo jo, por ose ta lë këtu në shtëpi, nuk e di. Edhe nëse më duhet ta marr. Se desh harrova shapkat. Tani që pash këto u kujtova si kam lënë këtu poshtë edhe i harrova shapkat. Atëherë kam marrë këto kështu. Mërzi po flasë dhe dukem në fytyra që jam kështu si e mërzitur, por nuk e jam shapka, në që marri. Më ka rënë të sjellën edhe kam dhënë kështu si për gjumësh. Wow, këto mbush. Nuk e di ku do t'i vën fus tani. Atëherë, këtu kemi këto për gjirin që janë nuk po më kujtohen. Që vendosen tek gjiri këto për mos të bërë plag. Janë argjent edhe janë të vërtet. Argjent i vërtet. Edhe thonë që janë shumë të mira për gjoksin. Atëherë tani këtu mendoj se mbaruam, por më mbyll çanta. E di si vendos tani. Po këtë pellushin tani ku do ta fusim? Mund edhe ta merrte këtu pellushin. Jo, nuk e merrte se kjo është shumë madh. Okej, i mbaruam të gjitha dhe ja ku është çanta ime e martenitetit. Shpresoj mos të kem harruar ndonjë gjë, por besoj se i futa të gjitha. Mendoj unë se i futa të gjitha, nuk e di tani. Por jam shumë emocionuar, si që edhe ju kam thënë qindra mijëra herë, edhe se si po më duket që po bëj këto gjërat gati, nuk e di, nuk jam këtu fare sot, nuk e di se ku jam, por këtu dihet që nuk jam. Më duhet edhe një veshje për të dalë nga spitali, por nuk e di se çfarë veshje, do të thënë të vesh për arsye sepse nuk e di se si do jetë koha, nuk di, është një stin shumë e keqe tani në tetor, sepse është
është një herë vap, është një herë ftohtë, nuk e merr vesh domethënë këtë kohën tani. Edhe kështu i mora të gjitha apo jo? Mendoj se po. Nëse kam harruar ndonjë gjë, më shkruani këto në koment. Ju falenderoj që ndoqët këtë video dhe do shihemi sërish tek video radhës me gjërat e bebushit, me çantën e bebushit. Shihemi tek video radhës, so bye!